Analisti serb Dušan Janjić komentoi zhvillimet e fundit dhe ndikimin e protestave në skenën politike serbe, teksa theksoi se nuk përjashtohet mundësia që protestuesit të kërkojnë largimin e presidentit serb Aleksandar Vučić. Sipas Janjić, presioni ndaj Vučićit po rritet vazhdimisht dhe se komuniteti ndërkombëtar ka nisur të mbajë një qëndrim më të qartë ndaj qeverisjes së tij. Komuniteti ndërkombëtar tani ka filluar të marrë pozicion të qartë se Vučić nuk e përfaqëson më shtetin serb. Ai nuk është garanti të drejtave të njerëzit, por në fund të fundit është ai që ka pushtetin në dorë. Vučić mund të mos përpiqet më të arrestojë njerëz, por do të përpiqet të ushtojë presion për të dekurajuar protestuesit. Nën presionin e protestave, ai mund të vendosë që në mënyrë paqësore të lërë postin e presidentit, por jo pushtetin, jo gjithë pushtetin. Ai ka shumë sfida, jo vetëm politike, por dhe për vëllain e tij, deklaroi Janjić.